Nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Ministreja virtuale e qeverisë shqiptare diella ka tërhiqur vëmendjen dhe kritika në samitin e Komunitetit Politik Evropian, ku kryeministri Edi Rama u vë përballë pyetjeve të mediave ndërkombëtare. Rama mbrojti projektin e inteligjencës artificiale në qeverisje duke theksuar se deri tani ka dhënë rezultate të prekshme. Ai tha se diella përdoret për asistencë në shërbimet publike, për shtatjen e legjislacionit dhe po përgatitet për të aplikuar dhe në fushën e prokurimeve publike. Ministreja virtuale diellja e inovacioni i prezantuar nga qeveria shqiptare për integrimin e inteligjencës artificiale në shërbimin publik ka qenë në qendër të debatit në Strasburg jashtë samitit të Komunitetit Politik Evropian, kur ministri Edi Rama u vë përballë pyetjeve të shumta të gazetarëve ndërkombëtar mbi efektivitetin dhe rrisjet që sjell përdorimi i teknologjisë të tillë në një proces qeverisës. Në fjalën e tij, Rama u përpoq të zbuz kritika duke e konsideruar diellën një hap të guximshëm drejt modernizimit të administratës. Dëgjoni, kjo është diçka e re dhe si çdo gjë e re duhet përballet edhe me kritika. Kjo është një gjë e mirë, por deri tani kemi prova që funksionon dhe funksionon shumë mirë. Ka nisur si një asistente virtuale për shërbimet publike për qytetarët. Së dyti po përdoret për përshtatjen e legjislacionit të Bashkimit Evropian me legjislacionin tonë për të ndjekur bisedimet e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe së treti, tani po zgjerohet për të përdorur edhe në prokurimet publike, edhe pse kjo është një punë në proces. Ende një punë në proces. Çështja e sigurisë kibernetike ishte një ndër temat që shoqëroi diskutimin. Rama pranoi se Shqipëria mbetet në shënjesë stër të Iranit, por theksoi se tashmë vendi ka ngritur një sistem mbrojtje të konsoliduar. Ne kemi që një shënjesë stër, por sot kemi një nga mbrojtjet kibernetike më të forta në Europë dhe në fakt ndonse ende jemi shënjestër një armiku, konkretisht Iranit, ne po kundër përgjigjemi gjatë gjithë kohës dhe ata nuk po arrin të thyejnë sigurinë tonë. Në fund, kryeministri përcolli një mesazh për Bashkimin Evropian duke i bërë thirrje vendeve anëtare të ruajnë unitetin përballë sfidave të mëdha, nga siguria e brendshme deri tek rreziqet gjeopolitike. Ish kryebashkiaku Erion Veliaj ka depozituar pranë gjykatës kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e dekretit të presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë Tiranë. Avokatët të mbrojtës argumentojnë se dekreti është i pavlefshëm dhe cënon të drejtën themelore të qytetarëve për të zgjedhur përfaqësuesin e tyre. Veliaj shprehet se mandati i tij nuk mund të pezullohet pa vendimin përfundimtar nga gjykata kushtetuese. Gjykata e lartë ka vendosur këtë drejtë të mbajë në fuqi masën e arrestit me burg për ish kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të lehtë sigurie. Vendimi vjen vetëm 3 javë pasi SPAK shpalli përfundimin e hetimeve dhe konfirmoi ngritjen e 13 akuzave ndaj tij, prej të cilave 9 janë për korrupsion në shkallë të ndryshme. Veliaj kishte kundërshtuar pretendimet e SPAK-ut dhe kishte kërkuar që gjykata të merrte në konsiderat një masë alternative ndaj arrestit me burg, por kjo kërkesë nuk u pranua. Një vendim i ngjashëm ishte marrën dhe në 18 qershor, duke forcuar pozicionin e akuzës në këtë çështje. Vendimi i sotëm vjen rreth një vit pasi presidenti i Republikës dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë, të cilat u kërkuan si pasojë e arrestimit të Veliajt. Megjithatë, ish kryebashkiaku kishte dorëzuar një ankimim edhe në gjykatën kushtetuese, pa mundur të shmangte procesin. Dosja ndaj Veliajt të bashkëshortes së tij Ajola Xoza, ish deputetes Klotilda Bushka dhe 6 biznesmenëve të tjerë është tashmë paraqitur në gjykatën e posaçme, ku është kërkuar nisja e procesit gjyqësor. Seanca paraprake është caktuar në datën 10 tetor, ku trupa gjyqësore do të vendosë për hapat e mëtejshëm. Hetimet për këtë çështje nisën pas një denoncimi të bërë nga shtetasi Nesti Angoni, një personazh anonim i cili vuri në lëvizje organe të drejtësisë. Sipas dosjes, gjatë verifikimeve, u zbulua skema financiare që lidheshin me kalimin e fondeve nga Bashkia e Tiranës tek organizatat jo qeveritare nën kontrollin e Ajola Xozës. Gjithashtu, SPAK ka dokumentuar 9 raste konkrete korrupsioni, ku janë përfshirë edhe kompani dhe biznesmen të njohur. Arrestimi i Veliajt u krye në 10 shkurt brenda ambienteve të Bashkisë së Tiranës, duke shënuar një nga goditjet më të bujshme ndaj një zyrtari të lartë vendor në vend. Procesi gjyqësor pritet të tërheqë vëmendjen e opinionit publik dhe politik, pasi përfshin një ser akuzash që sipas SPAK përbëjnë një ndër rastet më serioze të korrupsionit në administratën vendore.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përcaktuar një kalendar të ngjeshur për zgjedhjet e pjesëme në 6 bashki të vendit. Fushata elektorale do të zhvillohet vetëm për 7 ditë, ndërsa partitë politike kanë afate të kufizuara për regjistrimin e subjekteve, koalicioneve dhe kandidatëve. Procesi elektoral do të zhvillohet në Tiranë, në Vlorë, Berat, Tepelen, Matë dhe Cerrik. Partitë politike që do të karojnë në zgjedhjet e pjesëme të nëntorit në 6 bashki të vendit do të kenë vetëm një javë në dispozicion për fusha elektorale, sipas një drafti paraprak që pritet të shqyrtohet nga Komisioni Rregullator i KQZ-s. Fushata do të nisë me 1 nëntor dhe do të përfundojë me 7 nëntor, përpara se qytetarët të votojnë me 9 nëntor. Procesi elektoral do të zhvillohet në Tiranë, Vlorë, Berat, Tepelen, Matë dhe Cerrik. Afatet janë tepër të ngushta për partitë politike, të cilët deri më tani kanë shpallur vetëm një kandidaturë. Sipas kalendarit të KQZ-s, partitë që kanë të drejtë të propozojnë anëtar në komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve duhet të dorëzojnë emra deri në 7 tetor. Regjistrimi i subjekte zgjedhore duhet të kryhet jo më vonë se 11 tetori, ndërsa partitë do të dalin me koalicione parazgjedhore kanë afat deri me 16 tetor për të dorëzuar kërkesën e tyre. Afati i fundit për dorëzimin e emrave të kandidatëve është data 19 tetor. Pavarësisht afateve të qarta, deri tani vetëm Partia Socialiste ka shpallur kandidaturën në Tiranë, ku në garë do të jetë Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu. Për opozitën, ende nuk ka një emër të dakordsuar përballë kandidate socialiste, megjithatë, po zhvillohen negociata mes forcave të djathta për të dalë me një kandidat përbashkët. Për 5 bashkitë e tjera ku do të zhvillohen zgjedhjet e pjesshme, asnjë forcë politike nuk ka bërë publikime kandidaturat e saj. Situata pritet të qartësohet në javët në vijim, pasi afatet e KQZ-s nuk lënë shumë hapësira për manovra politike. Ky kalendar i gjeshur dhe fushata vetëm 7 ditore pritet të testojë aftësitë organizative të partive dhe të ndikojë ndjeshëm në mënyrën se si kandidatët do të drejtohen qytetarëve. Analistët politik vlerësojnë se një kohë kaq e shkurtër mund të favorizojë partitë të mëdha, të cilat kanë struktura të konsoliduara dhe mundësi më të mëdha financiare për të bërë një fushatë intensive në pak ditë. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e ish kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për një masë më të butë sigurie, duke konfirmuar për herë të dytë arrestin me burg ndaj tij. Vendimi u dha këtë të njëjtë 3 javë pas mbylljes së hetimeve nga SPAK. Veliaj përballet me 13 akuza, prej të cilave 9 lidhen drejt për drejt me korrupsionin, ndërkohë që çështja tashmë është dërguar për gjykim në GJKK. Në dokumentin drejtuar gjykatës kushtetuese, avokatët mbrojtës të Erion Veliajt argumentojnë se presidenti Bajram Begaj, duke shpallur datën e zgjedhjeve mbi një vendim qeverie të pezulluar, ka shndruar dekretin në një akt juridikisht të pavlefshëm dhe pa pasoja. Sipas mbrojtës veligjor, vendimi për shkarkimin e kryebashkiakut ishte ende i pezulluar sipas nenit 115 të kushtetutës, që vendos një barrierë absolute ndaj çdo akti që paracakton zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Avokatët theksojnë se mandati i kryetarit bashkisë nuk është një privilegj personal, por një e drejtë e sovranit qytetar që nuk mund të cënohet pa vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Dekretet presidenciale që cënojnë drejt për drejt këtë garanci nuk janë thjesht palishme, por akte antikushtetuese, sepse godasin në zemër të vetë demokracisë përfaqësuese, bazën mbi të cilën ngrihen dhe bahet i gjithë sistemi juridik, thuhet në argumentin e tyre. Avokatët shtojnë se presidenti ka shkelur gjithashtu kompetencën e gjykatave, duke vendosur në mënyrë të njëanshme se ankimi i Veliajt ndaj vendimit të shkarkimit nuk i përkisej gjykatës kushtetuese, por një gjykate administrative, dhe për këtë arsye ka vazhduar me caktimin e datës së zgjedhjeve. Kjo kërkesë e Veliajt vjen në vijim të ankimit të depozituar më herët pranë gjykatës kushtetuese dhe shton tensionin ligjor në procesin e zgjedhjeve të pjesshme, të cilat pritet të zhvillohen në Bashkinë e Tiranës dhe disa bashki të tjera. Mbrojtja e kryebashkiakut argumenton se çdo veprim për ndryshimin e situatës pa vendim përfundimtar të gjykatës përbën shkelje të rënda të drejtave të qytetarëve dhe parimeve kushtetuese. Prokuroria e posaçme ka zhvilluar një operacion të gjerë në Durrës dhe Shijak, duke vënë në shënjestër element të 2 grupeve kriminale në përfshirje, vrasje, tjetërsim pronash dhe korrupsion. Një aksion u ekzekutuan 3 masa sigurie, ndërsa disa prej të dyshuarve vijojnë të jenë në kërkim. Mes emrave të përfshirë janë Aleksander Lahu, i njohur si Rumi i Shijakut, Astrid Avdylaj dhe familjar të tyre. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu lidhjet mes atentateve për hakmarrje dhe skemave të përfitimit tokave në Bregdet.
Prokuroria e posaçme ka bërë publike një njoftim zyrtar lidhur me operacionin e zhvilluar paraditën e së në qytetin e Durrësit dhe në zonën e Shijakut. Objekti i këtij aksioni ishte një element të dy grupeve të strukturuara kriminale të dyshuar për një stër veprash penale, duke nisur nga vrasjet me paramendim me motive akmarrje deri tek tjetërsimi i pronave në zonën e Bregdetit përmes falsifikimeve, korrupsionit dhe shantazhit ndaj zyrtarëve shtetëror. Mes të dyshuarve kryesor rezulton të jetë Aleksander Lau, i njohur si Rumi i Shijakut, vëllai i tij Vullnet Muça, si dhe emrat të njohur të dosjeve kriminale Astrid dhe Aldo Avdylaj. Po ashtu në hetin janë përfshirë dhe shtetasi Vlash Draçi dhe Enea Kume, vëllai i deputetit socialist të Durrësit Loer Kume. Nga operacionet u ekzekutuan 3 masa sigurie për Vullnet Muçën, Enea Kumen dhe Vlash Draçin, ndërkohë Aleksander Laho dhe Aldo Avdylaj janë shpadur në kërkim, ndërsa Astrid Avdylaj ju komunikua mas e arrestit brenda qelisë ku ndodhet izoluar. Sipas PAK, Astrid Avdylaj konsiderohet si drejtuesi i grupit dhe porositës i ekzekutimit të Edmir Bregut, i njohur ndryshe si Ilir Kuçi. Viktima u vra në Durrës në 21 janar 2021 në shenjë hakmarrje pas tentativës për të eliminuar Aldo Avdylajn, nipin e Astridit. Hetimet kanë zbuluar se në këtë ngjarje rolin e koordinatorëve e kanë pasur Aldo Avdylaj dhe Enea Kume, ndërsa autorët të dyshuar të krimit rezultojnë shtetasit me iniciale ED dhe AD, që të dy sot janë të shpadur në kërkim. Nga ana tjetër, PAK ka shpadur në kërkim edhe Aleksander Laon, i cili akuzohet për krimin e një grupi kriminal me qëllim tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Sipas dosjes hetimore, ky grup kriminal kishte ngritur një skem për të regjistruar tokat e lakmuara në Bregdet në emër të banorëve të zonës, shpesh pa dijenin e tyre, për t'i transferuar më pas tek persona të tretë përmes korrupsionit ose shantazhit ndaj punonjësve të kadastrës. Operacioni i fundit i SPAK-ut konsiderohet si një ndër goditjet më të forta ndaj grupeve të përfshira njëkohësisht në krime të dhunshme dhe aktivitete ekonomike kriminal, duke hapur një tjetër front hetimi për lidhjet mes botës së krimit dhe institucioneve shtetërore. Një sherrë mes disa gjimnazistëve në Kamës ka përfunduar me 2 të mitur plagosur me thik. Ngjarja ndodhi në bulevardin Nën Tereza, vetëm pak metra larg gjimnazit Ibrahim Rugova. Të plagosurit të moshës 16 vjeç po marrin mjekim në spitalin e traumës, ku njëri prej tyre ndodhet në kujdesin intensiv për shkak të dëmtimeve në gjoks, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Policia ka identifikuar ndërkohë autorin e dyshuar dhe po vijon marrjen në pyetje dhe të dëshmitarëve. Një konflikt i dhunshëm mes gjimnazistësh ka tronditur pas ditën e Kamsës, duke lënë plagosur 2 të mitur. Ngjarja u regjistrua në afërsi të bulevardit Nën Tereza, pranë një parkingu dhe rreth 100 metra larg gjimnazit Ibrahim Rugova, ku u mblidhen çdo ditë qindra nxënës. Sipas informacioneve të para, përplasja ka nisur me një shikim mes adoleshentëve, por debati verbal ka degraduar shpejt në dhunë fizike dhe përdorimin e armës së ftohtë. 2 gjimnazistë 16 vjeçar mbeten të plagosur, njëri prej tyre me goditje në pjesën e gjoksit. Ai ndodhet në kujdesin intensiv të mjekëve të spitalit të traumës, por gjendja e tij shëndetësore raportohet e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën. Viktima e dytë po ashtu po trajtohet nga mjekët për plagë më të lehtë. Policia e Tiranës ka identifikuar tashmë autorin dyshuar të plagosjes, i cili mësohet se është nxënës i një shkolle pranë ngjarjes. Ai është shoqëruar në komisariat dhe po merret në pyetje nga oficerët e policisë gjyqësore. Paralelisht, po merren edhe nga të mitur të tjerë të përfshirë në konflikt, si dhe nga dëshmitarët që kanë parë nga afër sherrin. Hetuesit po punojnë për të zbardhur motivet e plota të ngjarjes, ndërsa pista kryesore mbetet një përplasje banale mes adoleshentëve që u përshkallëzuar në përdorimin e armës së ftohtë. Ngjarja ka ngritur shqetësim tek komuniteti dhe prindërit e gjimnazistëve, ndërsa policia ka shtuar prezencë në zonë për të parandaluar incidente të tjera mes nxënësve. Ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili është paraqitur këtë të njëjtën në prokurorin e posaçme për krime të rënda për herë të dytë në kuadër të hetimeve për hakerimin e emaileve të disa prokurorëve të SPAK-ut. Ngjarja e ndodhur në mars të këtij viti. Hetimet kanë zbuluar ndërhyrje të palishme në këto adresa të prokurorëve të posaçëm, përfshirë tentativën për emailin e kreut të SPAK-ut Altin Dumani, por pa sukses. Agim Ismaili, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve, është paraqitur sot në prokurorinë e posaçme për krime të rënda për të pyetur në lidhje me hetimin për hakerimin e emailave të disa prokurorëve të SPAK-ut. Ngjarja kjo është shënuar në mars të këtij viti. Ky është vizita e tij e dytë në SPAK, pasi për herë të parë ishte marrë në pyetje me 1 maj të këtij viti. Hetimi i SPAK-ut
ka zbuluar ndërhyrjet palishme në adresat elektronike të prokurorëve të posaçëm, përfshirë tentativën për emailin e drejtuesit të prokurisë së posaçme Altin Dumani, por kjo tentativë ka dështuar. Sipas Spakut, sistemi i brendshëm i IT-së i institucionit të burgjeve ka mbetur i pacënuar dhe nuk ka patur ndërhyrje në të. Nga hetimet rezulton se ndërhyrja në email është kryer nga Arnold Roka, ish punonjës i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, ndërsa Zambak Gjoni, ish drejtori i paraburgimit të Vlorës, dyshohet për shpërndarjen e materialeve tek persona të tretë, mes të cilëve dhe ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili. Spak po vijon hetimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë dhe për të sqaruar motivet dhe mënyrën e kryerjes së këtyre ndërhyrjeve. Hetimi ka rëndësi të veçantë pasi zbulon sulme të mundshme kibernetike ndaj prokurorëve të Spakut dhe siguron informacione mbi mënyrën se si materialet e brendshme mund të jenë shpërndarë dhe përdorur nga persona të jashtëm. Ish presidenti dhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar nga paraburgimi lidhur me raportin e Konvergjencës Ekonomike për Ballkanin Perëndimor të financuar dhe konfirmuar nga presidenca e BE-s. Sipas Metës, Shqipëria shënon përkeqësim në të 5 fushat e studiuara pavarësisht investimeve të larta në infrastrukturë. Ai fajson korrupsionin në veprat publike dhe performancën e dobët të sektorit arsimit dhe digitalizimit. Nga ambientet e paraburgimit, ish presidenti Ilir Meta ka komentuar raportin e Konvergjencës Ekonomike për Ballkanin Perëndimor të hartuar me mbështetje të presidencës së BE-s dhe OECD-s. Në një reagim publik në rrjetet sociale, Meta thekson se Shqipëria ka përjetuar përkeqësim në të gjitha 5 fushat e studiuara, duke përfshirë infrastrukturën, aftësitë njerëzore, transferimin digital, produktivitetin dhe kualifikimin e fuqisë punëtore. Sipas Metës, edhe pse vendi ka realizuar investime të mëdha infrastrukturore, rezultatet mbeten të dobta, ndërsa korrupsioni vazhdon të ndikojë negativisht në veprat publike. Ai shton se situata në sektorin e arsimit është shqetësuese, pasi treguesit e aftësive njerëzore tregojnë një nivel të ulët të kualifikimit dhe produktivitetit të punonjësve. Po ashtu, ish presidenti kritikoi performancën në fushat e transferimit digital, ku Shqipëria rënditet e parafundit në rajon, duke konsideruar programin qeverisës të mazhorancës të demagogjik dhe të pabazë. Meta thekson se pavarësisht këtyre defekteve, qeveria ka trajtuar digitalizimin si shtylla kryesore të zhvillimit, pa përputhje me realitetin. Ai gjithashtu thekson se ndonse flitet për hapjen e kapitujve të bisedimeve për antarësimin në BE, raportet tregojnë se vendi po largohet nga standardet bazë të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, duke i lënë qytetarët pa përfitim real të progresit. Një konflikt i dhunshëm u regjistrua një ditë më parë në qytetin e Bilishtit, duke lënë plagosur 2 persona dhe 4 të tjerë të shoqëruar në komisariat. Sipas burimeve, sherri ka nisur për debate verbale dhe më pas është përshkallëzuar në përdorimin e sendeve të forta dhe armëve të ftohta. Ngjarja lidhet me përplasjet e mëparshme mes palëve dhe dyshohet se shkak kanë qenë bazaret e prishura të drogës. Policia po vijon hetimet për identifikimin e plotë të përfshirëve dhe zbardhjen e rrethanave të incidentit. Ngjarje e rëndë shënuar mbrëmjen e kaluar në qytetin e Bilishtit, ku një konflikt mes disa personave ka degeneruar në dhunë fizike dhe ka përfunduar me plagosjen e një qytetari. Policia e Devollit bën me dije se në komisariat janë shoqëruar 4 persona, prej të cilëve 2 kanë përfunduar në pranga. Bëhet fjalë për Guri Mazedhiun dhe Ylli Xhaçkën. Sipas të dhënave të para, ngjarja nisi kur Mazedhiu në kulmin e debatit goditi me thik një kundërshtar duke plagosur në këmbë. Pas sulmit, ai është larguar me automjetin e tij nga ngjarjes, ndërsa pala tjetër ka tentuar ta ndjek për t'i zënë prit. Në skemë është përfshirë dhe Ylli Xhaçka, i cili sipas policisë pa leje drejtimi ka transportuar personat e tjerë për të ndihmuar në përplasjen e tyre, dhe pse tentuan ta bllokonin automjetin e Mazedhiut, ai ka arritur të largohet me shpejtësi. Sa kaq, policia ka arrestuar menjëherë autorin e dyshuar plagosjes, Guri Mazedhiun dhe Ylli Xhaçkën, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. I plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor. Sipas burimeve zyrtare, kjo është hera e tretë që të njëjtin individ përfshihen në përplasje të dhunshme, por deri më tani asnjë nuk ka pranuar të tregojë motivin real të grindjeve. Megjithatë, hetuesit po punojnë për të identifikuar shkaqet që fshihen pas këtyre incidenteve të përsëritura. Një vale të ftohtë të acarit ka përfshirë vendin duke sjellë rreshje dëbore në zonat malore dhe stuhi të fuqishme në Bregdet. Trashësia e dëborës ka arritur deri në 20 cm, ndërsa moti i keq ka ndikuar edhe në transportin detar.
Temperaturat kanë pasur një rënje të ndjeshme në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke risjellë pamje tipike dimërore në zonat malore dhe lindore. Në lartësi të mbi 1000 metra, rreshtet e Borës kanë zbardhur fshatrat e Kukësit, veçanërisht në njësinë administrative të Shishtavecit. E njëjta situatë raportohet edhe në zonat e thella të Zapotit, Topojanit, Gryqajit, Arenit dhe Kalisit, ku trashësia e Borës varion nga 15 deri në 20 cm. Pamjet nga bjeshkët e Koritnikut tregojnë banorët që nxitojnë të afrojnë bagtit pranë banesave për t'i mbrojtur nga i ftohti. Rreshtet e Borës janë regjistruar dhe në Peshkopi, Bulqiz dhe Mirdit, ku shiu është shoqëruar me dëbor në zona mbi 1000 metra lartësi. Një pamje e rrallë shënuar në fshatin Borov të Librashtit, ku dëbora kanë mbuluar tokën, ndërkohë që dallandyshet ende nuk janë larguar drejt visteve më të ngrohta. Autoritetet bëjnë me dije se nuk ka probleme në qarkullimin rrugor dhe as në furnizimin me energji elektrike në zonat e thella. Megjithatë, këshillojnë drejtuesit e automjeteve të tregojnë kujdes për shkak të lagështisë dhe rrezikut të akullit në rrugë. Ndërkohë në Bregdet rreshtet kanë qenë në formën e shiut të dendur, të shoqëruar me erëra të forta. Në Lesht, stuhit shkaktuan probleme të përkohshme në furnizimin me energji elektrike. Situata është më e vështirë në transportin detar, ku autoriteti portual i Durrësit njoftoi anulimin e lundrimeve të linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas për shkak të kushteve të rënda në Adriatik. Ky ndryshim i motit shënon hyrjen e stinës së ftohtë më herët se zakonisht, duke i rikujtuar banorëve të zonave malore sfidat e dimrit, por edhe ndikimin e menjëhershëm të kushteve atmosferike në jetën e përditshme edhe ekonominë e vendit. Në qytetin e Kavajës u zhvillua një simpozium historik me temë sakrifica, trimërit dhe heroizmi pa shembull i vullnetarëve të trevës së Kavajës dhe i gjithë popullit të kësaj treve në luftën patriotike për mbrojtjen e Shkodrës tetor 1912-1913. Aktivitetin mblodhi studiues, shkrimtar, patriot familjar të dëshmorëve dhe ish presidentin Alfred Moisiu. Përnder të dëshmorëve Kavajas në luftën e Shkodrës tetor 1912-1913 u zhvillua simpoziumi, i cili nisi me intonimin e himnit kombëtar dhe 1 minutë heshtje në nderim të dëshmorëve, duke krijuar një atmosferë solemne dhe respekti për ata që dhanë jetën për lirinë e vendit. Aktiviteti mblodhi figura të shquara të jetës kulturore dhe akademike, studiues, shkrimtar familjar të dëshmorëve, përfaqësues të lartë të Bashkisë së Kavajës, klerik fetar dhe ish presidentin Alfred Moisiu. Të gjithë folësit nënvizuan rolin dhe kontributin e jashtëzakonshëm të Kavajës në mbrojtjen e trojeve shqiptare, jo vetëm në Shkodër, por edhe në betejat të tjera brenda dhe jashtë kufive përfshirë Kosovën. Studiues si Xhafer Xhihani solli në vëmendje ngjarjet dhe personazhet e asaj periudhe. Fjalët e tyre ishin thirrje për liri. Ata lanë një testament që ne nuk duhet ta harrojmë. Ai ndër të tjera risolli gjithashtu në diskutim figurën e Esat Pashtoptanit, një personazh kyç dhe shpesh i debatuar i lidhur ngushtë me betejën për Shkodrën dhe zhvillimet politike të fillim shekullit. Mali zilë shumë me gjithë anët të kufirit, por për qëndrimet më të padë e anës së malit, duke djegur dhe shkatruar gjithë shka gjenin për para. Dhe kështu pa pengesa arritën Muriqan. Tu vun topën në drejtim të punës, fushën e Prekësaj në Shenjesër, morë dhe Brigjit e Drinit. Pa pengesa arritën forcat e Këmbësërisë deri në Doragjat. Ushtria tyre nuk donte të dorëzohej, ishte fortifikuar nga Taraboshi e Kraja e deri te fusha Shtoj. Në Tarabosh u gjendën përballë forcat vullnetarëve të Kavajës. Zhduan që leshe gjatët këtu. Për të luftuar kundër nesh, Kavaja tyre është kaq larg kërkesave tona territoriale. Qenkën dhe shumë trima e nuk paskën frikë vdekin. Në ndihmë Kavajës erdhi njësi e vogël ushtarake efektive turke me krye Sadetin Beun, i cili duke komanduar 3 batalionë dhe një kompani metalozës. Në këtë betejë Sadetini u plagos rënd pas vdiq. Ajo varros me nderimet të nesme. Kjo mbrojtje heroike shpëtoi Taraboshin. Këtu pushkët u lanë me njanë e për leshit të bënd trup për jeta për vdekje. Të dhënën zyrtarë Osmanit bëjnë fjalë për 800 malazis dhe 27 shqiptare të ujë të vrarë. Historia e kontributit të Trevës Kavajës është nga më të lavdishme të historisë së kombit tonë. Kontribut për ngritjen e flamurin Kavaj me 27 nëndori 1912 dhe për sjelljen e Ismail Qemalit në ditën e shpalljes pavarësisë me 28 nëndori 1912. 3. Lufta e Shkodrës e vitit 1912-1913. 4. Lufta e Vlorës e vitit 1920. Në gjithë këto ka pas batalione Kavajës. Pritje me armë që bëj Italisë fashiste me 7 prilli 1939. Rezulton se kurore emblemës së stemës së Trevës së Kavajës duhet kishte 5 yjet bardh ose blu, për afro 60 vjet. Je i bie kështu që populli Trevës sonë është armatosur mesatarisht çdo 12 vjet për të bërë atë dhëon nga pushtuesit e huaj.
Kontribut për ngritjen e flamurin Kavaj me 27 nëndori 1912 dhe përcjelljen e Ismail Qamalit në ditën e shpalljes pavarësisë me 28 nëndori 1912. 3. Lufta e Shkodrës e vitit 1912-1913. 4. Lufta e Vlorës e vitit 1920. Në gjithë këto ka pas batalione Kavajës. Folësit dhe pjesëmarrësit u shprehen se këto ngjarje duhet të përfshihen në historinë zyrtare të Shqipërisë dhe se për dëshmorët e Kavajës duhen ngritur kulte përkujtimore. Po ashtu ata risollën në audiencë edhe amanetet dhe fjalët e fundit të dëshmorëve, të cilat i konsideruan si thirrje të forta për atë dheun. Kontributi i Kavajës është i shkruar me gjak në historinë e kombit. Ne kujtojmë jo vetëm betejat, por edhe amanetet e të rënëve. Ky është një borxh që brezat e ardhshëm duhet ta nderojnë. Luftëtarët Kavajës ndonse nuk kishin prinsa dhe specialistë ushtarak, me një shpejtësi të jashtëzakonshme nxorën nga gjeri i tyre njerëz të zot, me veti organizuese, të cilët ditën të vjeshin në rolin e prinsave dhe ta luanin shumë mirë atë rol. Qisht lufta në Shkodër vijante. Tregohet për takimin që pati batalioni Kavajës me oficerin Aslan Xhafa dhe ndihmesën që dhaj për t'i veshur luftëtarët e Kavajës me rrobat reja. Një epope heroike me një përmas mitike, ku 500 luftëtarë vullnetarë të Kavajës, me qefinët përpres, shkuan për luftë me shqirë, po sjellin një jehon të kësaj lufte dhe qëndrese madhështore në këto pak shpërfaqe të përjetësimit të saj folklorik, historik dhe artistik. Sa herë që është lipsur kontributi i tij për të marrë në dorë fatet e vendit, apo luftën për mos i lëshuar mikut asnjë pullon tokë, ai ka qenë gjithmonë aty, duke sakrifikuar për të mirën e atë. Kjo ndodhi edhe në luftën për mbrojtjen e Shkodrës kundër ushtrive serbo-malazeze. Luftëtarët shumica të ri nuk i lëshuan armët nga dora, në llogorën e të borën shi me serbo-malazezët ja bën fora. Dalloshin në çdo betejë trimat tanë që lëshë gjatë, binin si ortek me armikun, të sprovuar në stuhi dhe shtrëngat. Simpoziumi u vlerësua si një akt domethënës për përjetësimin e kontributit të Kavajës në luftën e Shkodrës, duke kthyer këtë trevë në një pjesë të pandartë të historisë patriotike shqiptare. Organizatorët nënvizuan se nderimi i dëshmorëve është një nder për të gjithë qytetin dhe kombin shqiptar. Ky aktivitet historik i Kavajës synon të ruajë për brezat e ardhshëm kujtesën e veprës së vullnetarëve dhe të gjithë shqiptarëve që dhanë jetën për mbrojtjen e trojeve kombëtare, duke forcuar ndërgjegjen patriotike dhe dashurinë për atë dheun. Eci me të tjera informacione, para nisjes së samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani theksoi se Rusia përbën një kërcënim për stabilitetin e Europës, ndërsa Serbia kërcënon sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Osmani tha se Beogradi po kopjon taktikat e Moskës dhe bëri thirrje ndaj Bashkimit Evropian të mos i shpërblejë veprimet e tij agresive. Sipas saj, politika e Serbisë ndaj vendeve fqinj është e ngjashme me konceptet e Rusisë për dominimin dhe përfaqëson një kërcënim serioz për rajonin. Para nisjes së samitit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u ndal gjatë përpara gazetarëve mbi rreziqet e sigurisë në rajon dhe Europë. Ajo vuri në dukje se Rusia vazhdon të përbëjë një kërcënim të madh për kontinentin, ndërsa Serbia po ndjek një politikë agresive ndaj Ballkanit Perëndimor, duke kopjuar taktikat e Moskës. Serbia i trajton vendet fqinje si vende që nuk ekzistojnë si shtete të përkohshme, ndaj të cilave ajo vepron me agresion. Ky është një model i drejtpërdrejtë i marrë nga praktika ruse. Fatkeqësisht Rusia e përkrah Serbinë në këto veprime, deklaroi Osmani. Presidentja e Kosovës tërhoqi gjithashtu vëmendje mbi konceptet historike që përdorin të dyja shtetet për të justifikuar ekspansionin e tyre. Rusia flet për Rusinë e Madhe dhe botën ruse, ndërsa Serbia flet për Serbinë e Madhe dhe botën serbe. Osmani paralajmëroi se këto ideologji dhe taktika përfaqësojnë një kërcënim serioz jo vetëm për Kosovën, por për stabilitetin e të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe për sigurinë e Europës. Ajo bëri thirrje Bashkimit Evropian të mos lejojë veprime agresive të Beogradit të shpërblehen, duke theksuar nevojën për një qasje të unifikuar dhe të vendosur për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Presidentja Osmani gjithashtu sugjeroi se dialogu me Serbinë duhet të shoqërohet me kushte të qarta dhe masa të monitoruara nga BE-ja në mënyrë që respektimi i sovranitetit të shteteve të rajonit të jetë i garantuar. Në përfundim, Osmani konfirmoi se Kosova do të vazhdojë të angazhohet për një Ballkan perëndimor të qëndrueshëm, demokratik dhe të integruar në struktura europiane, duke paralajmëruar se çdo përpjekje për të minuar sovranitetin e shteteve fqinje nuk mund të tolerohet. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 3 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa duke sjellë mot kryesisht të vranë dhe rreshje të lehta të herpashershme kryesisht në zonat verilindore dhe malore. Në ultësirën perëndimore pritet mot me vranësira të dendura dhe momente të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 3 tetor 2025 pritet të jetë mesatar 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 3 tetor do të jetë rreth orës 06:32 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 12 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 17 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mot kryesisht të vranë dhe rreshje shiu, ndërsa në zonat malore rreth 900 deri 1000 metra priten rreshje bore. Rreshje do të jenë më të pranishme gjatë paradites, ndërsa pasdite pritet mot me vranësira të dendura pa rreshje të dukshme. Temperatura minimale do të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 3 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 3 tetor 2025 pritet të jetë i ulët 2 deri në 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 3 tetor do të jetë në orën 06:28 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 3 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 2 gradë Celsius. Pej, 1 deri në 3 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 3 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 2 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 2 gradë Celsius. Suhare, 1 deri në 3 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 3 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.